premtimet në këto zgjedhje janë të përsëritura dhe janë premtime boshe të parealizueshme për shkak se nuk i kanë realizuar as deri tani. Sasitë të prodhuar të ujit ka të mjaftueshme sa për qytetarët e Kaçanikut, mirë po menaxhem nuk ka. Kështu, është mirë me na tregu saktësisht a i kanë gjetë lokacionet përpuset përmes metodave primitive tradicionale. Qeverisja e PDK-s qerekshikullore në komunën e Kaçanikut nuk i ka zgjidhur asnjë problem të vetëm, duke filluar prej furnizimit me ujë të pishëm që ka qenë premtim elektoral prej viteve 2000 e deri tash, domethënë në vitin 2025. Kështu që premtimet në këto zgjedhje janë të përsëritura dhe janë premtime boshe të parealizueshme për shkak se nuk i kanë realizuar as deri tani edhe ato premtimet, me thonë, jetike që janë për komunën e Kaçanikut. Sa i përket çështjes së furnizimit të ujit, ne si komunë e Kaçanikut gjatë këtij mandati kemi investuar dikon 400.000 euro në pjesën e ujësirësit, po tani siç e dini edhe jo vetëm në komunën e Kaçanikut, por në të gjitha komunat çështjen e menaxhimit të ujit nuk e bën komuna, po e bëjnë kompanitë që janë të licencuar në këtë rast që është bifurkacioni dhe ta me përgjegjësi të plotë se janë edhe 7 pusa apo bunor rezervë që nuk i kanë funksionalizuar këto dhe të cilat janë të investuar nga komuna e Kaçanikut dhe tham po ashtu me përgjegjësi të plotë se sasitë të prodhuar të ujit ka të mjaftueshme sa për qytetarët e Kaçanikut, mirë po menaxhem nuk ka. Nuk është fajt e menaxhimi, kemi gypa pa ujë. Sa i përket puseve që i përmendi, është mirë me na tregu kundërkandidati për puset në Sepetin se në çfarë mënyre primitive tradicionale e kanë gjetë ujin, domethënë që nuk e kanë gjetë aktualisht, kanë bosh shpim në 100 deri në 120 metra me mjete primitive pa e kërku hartën hidrologjike në kuadër të Ministrisë Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, e cila tregon saktësisht për ujërat nëntoksor të Republikës Kosovës. Po e kemi një post në Kogjaj, një post e kemi në Kaçanik të vjetër që është rezervë, një te Ujënzaj që i thojmë na 2 te Saniteksi dhe 2 në Proskën e Dubravës që janë gjithsej 7 puse për cilët ka sasi të mjaftueshme dhe është infrastruktura e ujit, mirë po këto ndikon ju prishet pompa shumë shpesh këtu në bifurkacione dhe nuk kanë mundësi me nrejt qatë pompë. Përkundër që na kemi investuar këtë puse që kemi bërë me pompa janë, mirë po jo kanë ndjek pompat dhe unë e tha me përgjegjësi të plotë që nuk i kanë me shku tash me këshyr çato puse, një pjesë nuk kanë edhe pompa. Kështu, është mirë me na tregu saktësisht a i kanë gjetë lokacionet përpuset përmes metodave primitive tradicionale. Çka i vjen ajo jeton shpjegova me tela, ndoshta i ke pa në rrjetet sociale kështu. Jam ngjarje për ta, nuk e di që kanë gjetë. Okej, Ameti po pret pastaj do të më çojë ngjarje. Nuk e kemi bën çet mandat, nuk di që ku na vënë dikon puse me tela. Është pa vërtet. Është shumë e vërtetë. Është Ilaz Dërnjani i cili ka Ahmed Vishi, koha e jote. A thu jeta, vetëm për të shka me rejt këtë popët me onë pushtet. Vetëm me rejt këtë popët. Asgjë nuk përputhet me realitetin me shifrat se cilat flasin këta. Shekulli 21. Komuna Kaçanikut është e njohur me ujë ka sa dush. Po buk nuk ka. Po shkak të pozitës gjeografike se 95% të territorit të komunës Kaçanikut do shkodrënë në Malor. O shkodrënë në Malor. Prandaj Kaçaniku ka intelektual, ka pasuria territoriale, por nuk ka pas dhe nuk ka hec që heqin me popë në komunës Kaçanikut. Faleminderit. Shukri, pastaj Heset, pastaj Betim. Është e vërtetë që uji nuk ka mjaftueshëm, po problemin unë e shoh ndryshe, te mos komunikimi ndërinstitucional. Komuna thotë nuk jemi kompetent, niveli qendror thotë janë kompetent këto. Unë mendoj që do të më ul për mirën e qytetarëve, drejtori i kompanisë dhe kryetari i komunës për me zgjidh hallet dhe problemet dhe me furnizu komunën e Kaçanikut me ujë. Unë mendoj problem tjetër te rrjedha, te punë teknike janë punë për organe të tjera, mirë po këtë duhet me heqë notat politike, domethënë ujë kemi të mjaftueshëm. Heset. Këtu do të dalë edhe derisa prap në 4 vjeçarin e ardhshëm e njëjta kompani do ta menaxhojë ujin, si do të zgjidhet problemi nëse nuk ka marrëveshje dhe nuk ka mirë kuptim ndërmjet një tjetër. Se nëse ti e trashëgon që të kompanit njëjtë, çka kemi bërë? Unë kam thonë që për të mirën e qytetarëve të Kaçanikut do të bashkëpunojmë me çdo institucion dhe jam i bindur që ky problem do të zgjidhet sepse nuk mendoj që ka njeri në Kosovë i cili nuk ka ndjenjen e dhimbjes për ata që nuk kanë ujë. Kështu që secili do të angazhohet në këtë drejtim edhe besoj që do të kemi ujë të mjaftueshëm. Betim?
Sipas ligjit për veçeverisë lokale, edhe komuna ka përgjegjësi për ujin bile në faqet të komunës, tek Drejtoria e Shërbimeve Publike, tek përshkrimi i detyrave, thuhet që DSHPE kujdeset që të rregullojë shërbimet e ujit sipas ligjit për veçeverisë lokale.